Miqdashur, tashmë jemi rikthyer në pjesën e dytë për ditën e sotme, edhe unë vetë se kam paralajmëruar që do ta kemi një diskutim. Pra, do të flasim për një fenomen i cili e ka kaplu Kosovën edhe Shqipërinë ditëve të fundit. Flasim për një fenomen ku gratë sulmojnë gratë madje edhe publikisht. Pse po ndodh kjo, cilat janë shkaqet, pse asnjëherë nuk po mundemi me evitu këtë problem, do të diskutojmë në vazhdim me 3 zonja. Të parën e kemi Linda Baleta, e cila është shkrimtare, po ashtu e kemi Ina Shishirin, sipërmarrëse, Nazmie Demolli Kastrati, aktiviste, dhe Erleta Kadria, i DJ. Erletën vetë se e kemi në studio. Mirëmëngjesi Erleta, është kënaqësi të kemi sot në #gjesi. Mirëmëngjesi, është kënaqësi. Erleta, unë dua të qëndrosh këto, sepse në vazhdim dua të lidhem direkt me Linda Baleta, cila është shkrimtare. Mirëmëngjesi Linda, nëse po më dëgjon? Po, mirëmëngjesi, ju dëgjoj. Më thuaj si e fillimisht me shpresën që ju zgjuar mirë edhe je gati për të na dhënë mendimet të tua. Po, dëgjoj dhe një zhurmë tjetër. Alo? Po besoj që jemi në rregull tash? Po. Mirëmëngjesi. Linda, vetë se unë thash që do diskutojmë për një fenomen ku kohëve të fundit po shohim gra duke sulmuar shumë ashpër gra të tjera. Më thuaj fillimisht sipas mendimit tënd, pse mendon që akoma vazhdojmë ose ta kemi prezent këtë fenomen ku gra të tjera ndoshta në vend përkrahjes edhe të suportit ndaj njëra tjetrës sulmojnë gra të tjera me fyrje, ofendime, shumë shka tjetër? Faleminderit për ftesën. Më vjen mirë që jam pjesë e këtij diskutimi. Unë do të flas nga përvoja ime si eksperte e komunikimit dhe që kam punuar në shumë projekte për fuqizimin e grave. Kur e shtrojmë çështjen që gratë sulmojnë gratë, mendoj që është disi e padrejtë. Sepse unë jam e sigurt edhe se cila grua tjetër që është në studio dhe që po na dëgjon, gjatë jetës kemi takuar edhe gra që na mbështesin, edhe gra që na sulmojnë. Pra unë mendoj se problemi nuk qëndron tek gratë si kategori, por qëndron tek modelet e sjelljes të cilat ne I marrim që fëmijë. Shumë prej nesh rritemi duke u krahasuar. Që të vogla dëgjojmë nga gratë e tjera që na rrethojnë kush është më e bukur, kush është më e suksesshmja, kush duket më e re. Dhe si grua, kur ti rritesh dhe kalon vite të tëra përvojë duke u matur, duke u krahasuar me të tjerat, ndonjëherë fillon ta shohësh suksesin e gruas tjetër si kërcenim dhe jo si frymëzim. Po ashtu kam vënë re që edhe shpesh rregullat të cilat janë vendosur në shoqërinë ku ne jetojmë, përcillen dhe mbahen gjallë jo vetëm nga burrat, por edhe nga gratë. Ndonjëherë jemi ne vetë ato që I përcjellim këto rregulla që kufizojnë lirinë e gruas tjetër. Kolegja koleges, shoqja shoqes, nga nënat e vajza. Dhe shumë shpesh ky lloj kufizimi I lirisë së gruas tjetër shfaqet si kritik. Mirpo kritika nuk do të thotë detyrimisht ligësi nga ana e tyre që kritikojnë, por më shumë është një shfaqje e pasigurisë. Një grua e cila vazhdimisht gjykon, fyen apo sulmon një grua tjetër, më shumë është duke I shprehur pasiguritë e veta. Por po ashtu gratë përballen me standarde pothuajse të pamundura. Të jenë suksesshme, po jo ambicioze. Të jenë të bukura, po jo shumë të rregulluara. Të jenë edhe nëna, po të kenë edhe karrierë. Këto të gjitha e ushqejnë një narrativ ku duket sikur gratë janë vazhdimisht duke sulmuar njëra tjetrën. Baza është e gjitha te krahasimi. Për mua mendoj që ka ardhur koha gratë të shfaqin më shumë solidaritet me njëra tjetrën. Solidariteti nuk është të mendojmë njësoj, të vishemi njësoj, të flasim njësoj, apo të bëjmë zgjedhjet e njëjta në jetë. Solidariteti vërtet është që ta respektojmë secilën grua, pavarësisht se sa e ndryshme është ajo nga ne. Dhe ndoshta gjëja më e rëndësishme që unë kam mësuar gjatë gjithë jetës sime, edhe individualisht, edhe si profesioniste, është se dyert më të mira në jetë mua mi kanë hapur gjithmonë gratë të tjera. Edhe kundërshtarët e mia më të ashpra kanë qenë shumë shpesh gratë të tjera. Dhe ky është një mesazh pra që kjo lufta mes nesh nuk është detyrimisht pse jemi gra, por sepse jetojmë në një shoqëri të ndërtuar me rregulla të tilla. Linda, unë të falenderoj shumë, sigurisht që do të kishim vazhduar akoma diskutimin, me që dua ta nuk ke kohë mjaftueshme, unë andaj dua ta respektoj kohën tënde. Të falenderoj shumë për opinionin tënd. Ju falenderoj shumë dhe unë juve. Edhe ju përshëndes të gjithë. Gjithashtu përshëndetje edhe nga ne. Në vazhdim e kemi edhe Nazmie Demolli Kastrati, e cila është aktiviste. Mirëmëngjesi Nazmie, nëse po më dëgjon? Mirëmëngjesi edhe juve.
Po dukesh po e shoj ke një pamje dikun bregdet, ko këtu knaq. Jo, për momentin, jo, jemi me një punë të ri në Prizren edhe ndoj takohen me qenë bashkë me ju. Okej, faleminderit shumë. Nazmia, me shpresën që e dëgjove bisedën tonë këtu në studio. Thuaj mendimin tënd, pse mendon që gratë akoma vazhdojnë të sulmojnë njëra tjetrën, qoftë me fyerje, me ofendime e shumë çka tjetër? Faleminderit shumë për ftesën, sigurisht që është një temë jashtëzakonisht shqetësuese kohëve të fundit. Veçanërisht kur kjo ndodh mes grave, është edhe më shqetësuese sepse në vend që të mbështesim njëra tjetrën me sfidat që kemi të përbashkëta, shpesh e ulim njëra tjetrën. Kjo nuk e forcon askënd, mendoj, po është një çështje që të gjithë bashkë duhet të kontribuojmë, domethënë që të jetë sa më pak të përdorin gjuhë degraduese dhe gjuhë fyse ndaj tjetrit. Kjo dukuri po vrehet gjithnjë më shumë të gratë që sulmojnë apo fyjnë apo degradojnë gratë të tjera, sidomos në publik dhe në rrjetet sociale. Kjo nuk është diçka e vogël dhe nuk duhet të normalizohet, kuptohet. Fjalët që përdorim gjithmonë kanë peshë. Një koment i rënë, një mesazh ofendues, apo një gjykim në publik mund të lëndoj shumë e tepër se sa ne mendojmë. Shpesh harrojmë që pas çdo profili, për shembull në rrjetet sociale, ka një njeri real, ka një njeri me ndjenja, me familje dhe me jetën e vet. Andaj kjo i shqetëson sigurisht. Dhe kur zgjidhim fjalën e keqe, ne nuk po shprehim vetëm mendim, por ne po shkaktojmë dëm. Andaj mendoj që ky problem nuk është vetëm individual, por është edhe kulturor, edhe shoqëror. Me kohën është krijuar një normalizim i gjuhës së ashpër kur njerëzit mendojnë se është normal, po e them thojza, të sulmosh dikën publikisht. Por në fakt nuk është normale dhe nuk është e shëndetshme për shoqëri, sidomos kur përdoren gruaja ndaj gruas. Nazmia, unë dua të qëndrosh në linjë, sepse dua ta marrë edhe një mendim nga Erleta, e kam këtu në studio. Erleta ndjesët ra me prit pak ma shumë, po besoj që i dëgjove paraprakisht edhe opinionet të dy zonjave. Thuaj si pas perceptimit tënë, ke punë në Prishtinë, në Shqipëri, po ashtu edhe në vendet tjera të Europës, edhe po mendoj që puna jotet ka bo që me pa ndoshta këndvështrime, mindsetet ndryshme të grave gjithandej. Ndërkohë po flasim që kemi një fenomen bukur theksuar këtu në vendin tonë, po ashtu edhe në Shqipëri, ku është një farë klime jo e mirë, ndoshta një atmosferë jo e mirë, edhe një raport fare i mirë mes grash. Ne patëm paraprakisht edhe një lajm i cili bëri buj, edhe gjithçka nisi aty diskutohet ky fenomen. Dua ta di nga ti, pse ndodh, pse ne akoma vazhdojmë të kemi probleme të tilla, ku gratë sulmojnë gratë njëra tjetrën, pra, edhe në vend që të suportojnë, edhe të t'japin atë meritat e duhura shpeshherë. Unë mendoj fillimisht është, siç thanë edhe zonjat, është shumë shqetësuese, sepse të gjithë e dim që ne jetojmë me një shoqëri patriarkale, edhe e dim që ne gratë gjithmonë e kemi pas më vështirë më u pranu në shoqëri, sepse në fakt ne kemi luftu për drejtat tona. Edhe kur e dim që na jetojmë me një shoqëri patriarkale, edhe paka shumë kemi gjuhë ma degraduse ose ofenduse prej meshkujve, më vjen keq që thëmë, po më vjen keq kur e shoh që gratë nuk i përkrajnë gratë. Edhe nëse për shembull e kiti një mendim që nuk do me përkra një grua tjetër, nuk e ke detyrimisht mu shpreh në atë mënyrë. Se nëse ti e degradon dikon tjetër, ti si grua e degradon një gru tjetër, atëherë ti jep hapësirë që edhe persona tjerë që nuk janë gra, që i përkacin gjinive tjera, me pas hapësirë edhe me vazhdu me çka ja ke fillu ti. Ti personalisht ke pas raste të tilla, qoftë ndoshta në punë, shoqëri ose diçka tjetër, ndoshta me pas në përballë ose aty në rreth një grua tjetër, se pak pyeti. Po, s'ka problem. Tash direkt kështu diçka jo, po tash në gjithmonë aty ndoshta ka pas ndonjë inat ose diçka, po unë kom pas fat që nuk ka ofendu asnjë grua deri tash, po ndoshta ka pas ndonjë inat ose diçka kështu në prapaskenë, po
edhe nëse ki për shembull i natë, është më mirë me fol, për shembull me personin, edhe me mundu me gjetë një zgjidhje, se sa për shembull me shku drejt ofendimit, se në fakt ajo është gjë më e lehtë që mund të bëj. Sigurisht do të flasim me kujdes, të jemi më të kujdesim në atë çka flasim, nuk është me patjetër të ofendohemi dhe të qasim i keq. Mirë, Leta, duhet të kthehem prapë te Nazmia. Nazmia, nëse po më dëgjon, kontakti yt me gratë shumëta, puna jote ndër vite me shumë gra, po besoj që ndoshta ke biseduar edhe për afër me to. Më thuaj prej këndvështrimit tënd dhe prej krejt eksperiencës tënde, cilat mund të jenë shkaqet që e kemi akoma fenomen prezent një fenomen të tillë? Po siç thanë edhe zonjat më herët gjatë diskutimit të tyre, mendoj që edhe ne si shoqëri, domethënë vedia jon është ajo që jemi sot, edhe fatkeqësisht po e them që ne e kemi ndoshta një të keqe që ne si gra nuk i mbështesim gratë. Përkundrazi që i thym, edhe ato që janë për me mbështet nuk i mbështesin. Po e shumë edhe gjendjen politike në Kosovë, sa na bojmë më shumë për pjesën edhe kandidatët të cilat janë pavarësisht partive politike, megjithëse ne kemi nevojë më shumë për respekt, më shumë për mirëkuptim, më shumë për vetdije mënyrën se si ne komunikojmë. Gjatë eksperiencës sime mund të them që më ka rënë shumë me gjatë aktiviteteve të ndryshme, me u taku edhe me bashkëbisedu me gra të ndryshme, e shoh atë vetdijen e ulë, domethënë që ne duhet me i përkrah gratë. Ne duhet me i mbështet, sepse ka nevojë për mbështetjen tonë. Ne si femra, nëse si mbështesim ato çka presim me tutje. Prandaj mund të them që nuk është dëpsi me qenë kujdesshme me fjalët, por mendoj që është një maturi. Nuk është forcë me sulmu dikon, por është mungesë kontrollit. Prandaj mesazhi im është shumë i thjeshtë. Le të ndalojmë gjuhën e urrejtjes, thyrjen dhe të fillojmë të mendojmë para se të reagojmë, sepse çdo fjalë lëgjur të pashlyeshme. Edhe ne nëse duam një shoqëri më të shëndetshme, duhet të fillojmë nga mënyra se si ne flasim me njëra tjetrën. Prandaj duhet të përkrahojmë dhe mbështesim dhe stop gjuhës degraduese, stop gjuhës fyse ndaj të tjerëve. Shumë bukur e përkufizove krejt ato çka deshtaon, ndërkohë dua të lidhem edhe me Ina Sheqirin si përmarrëse nëse po më dëgjon Ina, me shpresën që tash jemi mirëmëngjesi Ina, kësaj here nuk të kemi në studio veç virtualisht, megjithatë po besoj që kemi me përçu deri në fund ato mesazhin edhe atë se për çka do diskutojmë vazhdim. Ina, ne këtu po diskutojmë për një fenomen bukur të theksuar tash e sa vite, je si përmarrëse edhe dua një mendim edhe nga ti. Vazhdimisht shohim gra të cilat ndoshta nuk janë shumë suportive, shumë të dashura me njëra tjetrën, dua një mendim nga ti pse po ndodh ky fenomen, pse kemi akoma prezent një qasje të tillë ndër grash. Unë ju përshëndes direkt nga zyrja ime, me pa mundësi me qenë direkt me juve, po do me thonë ka edhe mënyra tjera ku muj me qenë bashkë me juve. Faleminderit që më keni vlerësu. Sa i përket pjesës dhe temës cilën e keni zgjedhur sot, më ka pëlqyer tepër shumë, se do me thonë si shoqëni jem vazhdimisht vetëm jem të e bisedu këtë temë, nuk është që është u reflektu të dikush. Mandej sa i përket që jam në biznes tash e 13 vite, unë kam një bagazh goxha të madh me gratë dhe vjen shumë interesant se edhe unë mendoj që gjithmonë janë ato gratë që nuk kanë arrit diçka për veten dhe xhelozojnë dikon tjetër. Mendoj që kjo fillon kur ti je pak kënaqur me veten, kur ti i ki do komplekse në jetën tënde dhe nuk e mrin ashta me kry asnjë fakultet ose me siguru një vend punës ose me mri me bë diçka për jetën tënde, po mendoj që më shumë na sulme të kemi gratë për gratë. Nuk është që marrim ndoshta më shumë prej meshkujve sa jem direkt femna në gjithmonë është. Unë kam dëgjuar një ditë isha me disa shoqe, kam dëgjuar që edhe gratë, domethënë kanë rrjete sociale me emra të meshkujve dhe domethënë vazhdimisht i shkruajnë grave të suksesshme ku mund mi fyt direkt edhe mi ofendu publikisht. Është për të shqetësuar se mund është me botë me jetën tonë çka ta don qefi, po jo se nuk e din kurkush sakrificën e secilës prej neve çysh kem rrit deri këtu ku jem.
Secili prej neve ka sakrifiku dhe ka dhënë diçka tepër të madhe për me mri ëndrat e veta. Dhe mendoj që nëse nuk mundet me të përkra ose me të kuptu, të paktën mundet me të respektu dhe me të vlerësu çështë që shjetit, të paktën pa të ofendu. Ina, si mendon, ka qenë gjithmonë kjo klim mes grash, apo thjesht kohëve të fundit është bërë më e dukshme për shkak ndoshta të vëmendjes madhe në rrjetet sociale dhe çastjes të cilit prej nesh në rrjetet sociale? Unë mendoj që tani është më e lehtë me apo fytyrat e vërteta së cilës. Se kur nuk kanë ekzistuar ndoshta që ka shumë rrjete sociale, janë konë qato gratë, po kanë folë ndoshta në shtëpi, në kafe, shoqe me shoqe, ama tash direkt me rrjete sociale mendoj që kanë fytyrën e vet të vërtetë dhe që nuk ju vjen keq absolutisht në ta ofendoj ose mos ta përkrah dikon që sinqerisht ka mri me forcat e veta dhe nuk e ka idenë ajo që është ta mri deri çatë. Dhe mu tham shumë sinqerisht më vjen keq kur isha, unë në mënyrat e mia ose në mundësitë e mia jam mundu shumë mi përkrah disa gra, disa vajza të reja ku më shënojnë dhe kanë shumë dëshirë me marrë këshilla që kanë qenë fillimet e mia, se s'kanë qenë fillimet e mia hiç lehta, as të mia, as kërkojna, të garantoj me çka dush. Dhe me knatësi takoj edhe në zyre edhe në kafe dhe shumë kam dëshirë nëse dikush merr vetëm 5% tem ose cilin do qoftë grua që ka qenë suksesshme në jetën e vet. Po mendoj që kanë qenë gjithë. Nëse je pak nash, do me thonë nëse ka pas gjenerata edhe ato 40 vjeçaret edhe 60, do me thonë pa i përfshi hiç moshat, mendoj që xhelozia kur nuk mrin ti për veten, xhelozinë e kin mbrana çfarë dush moshe që ki ose kur të qoftë, si para 5 vjetë, si tash, si para 20 vjetë. E qartë, prej eksperiencës tënde është më e lehtë punosh me gra apo me gjinin mashkullore? Jo, nuk e kisha ndo. Nuk e kisha ndo. Po nuk po shprehesh. Po. Nuk e kisha ndo, po thëm shumë sinqerisht pjesa e meshkujve jam pak më të lehtë. Jam pak më të qartë, nuk kanë shumë, ç'më thon, nuk kanë shumë sa na mendoj, ndoshta xhelozia kësi gjëra të tjera kanë, po nuk është që shprehna është publikisht. Po mendoj jo me ç'është po dim tash ti më ofendue kështu, po në punën time mendoj që për shembull kur i bëjmë kontratat me vjerit ose me meshkuj që kanë më martu me dhanurt, me thonë më shkurt, janë më të lehta se gratë, po gratë i kuptoj tani në pjesën e biznesit tem se doj më konë më perfekt, më detajiste dhe i mundona mi kuptu edhe ata edhe gratë. E qartë, a përshë që kemi diçka të mira, je më perfekt, më detajiste. Kem shumë gjëra të mira dhe jam shumë falendëruese që edukata menoj që femna është e përmune ma shumë kanona dhe unë menoj që gratë du të me punu ma shumë me vajzat dhe menoj që edukata e një grua është gjithmonë e përpason nanën, s'ka kush që ma ndryshon mu këtë mendje, jam shumë e bindur për këto dhe menoj që duhet mi përkrah ma shumë vajzat e veta, në mendimet e veta, në çfarë dush projektin, çfarë dush shkollën, çfarë dush drejtimi që ajo dënë, menoj që duhet me përkrah dhe mi thonë shumë forcë me ecë përpara. Mirë, Ina, qëndroni lind lutëm, e kam pyetjen e njëjtë edhe për Nazmien. Profesioni yt edhe me muzikë, pasion ose profesion si ta quaj këtë, prej krejt eksperiencës tënde, është më e lehtë punosh me gra apo me gjinin mashkullore? Do me thonë me të dy gjinit. Tash atë varet shembull çfarë pune kemi, po muzika është një industri e cila ka shumë paragjykime. Megjithatë, nëse ke qëllimin e mirë dhe shkon me kry punën mirë, atëherë s'ka kur një problemi. Edhe mendoj që po e them që deri me tani, domethënë në këtë moshë që kemi arrit, nuk kemi pas probleme absolut nga asnjëra gjini. Normalisht ato detajet janë, mirë po këto, domethënë, ndonjë problem madhor nuk ka ekzistu. Respekti është i ndërsjellët, edhe kjo është ajo që neve na mban. Kështu që nuk mendoj që nëse ne i prim problemin e kemi. Nëse ne nuk i prim atëherë, nuk kemi me pas kur probleme. Qartë, pra du t'jemi ndoshta ka njëherë varet edhe mënyra se si ne i qasim me qoftë punës, jetës e gjithçka tjetër, a? Normalisht. Erlita, duhet kthejmë të te. Zonja Nazmia përmendi... Zonja Nazmia qëndron lind lutëm. Si mu mliru. Po, patjetër. Faleminderit shumë për kohën edhe për krejt opinionet që na i dhe. Faleminderit juve, kënaqësi gjithmonë. Përshëndesim, suksesa. Gjithashtu. Erlita, zonja Nazmia përmendi tha që muzika është, industria muzikës është një profesion
i vështirë, edhe pak sa paragjykues, po ashtu ti DJ edhe dim që nuk kemi edhe shumë gratë cilat punojnë DJ. Sigurisht që kemi një numër caktuar, megjithatë është kryesisht e kanë bërë më shumë mashkujt. Për ty si ka qenë qasja jote ndaj krejt kësaj industrie, ose sa ka qenë industria e hapur për ty? Fillimisht, unë kur jam fillu para gati 10 viteve, ka qenë e hapur, po edhe jo shumë, me tregu drejtën atëherë në fillim, sepse që dim gjithë që është pak këtë profesion ma shumë e ushtrojnë meshkujt, sepse në fakt këtë profesion është edhe për meshkuj, edhe për femra, edhe për çfarëdo lloj gjinie. Po ky fenomen nuk është vetëm në Kosovë, po është në krejt botën. Të kanë përkra DJ-t mashkuj kur ti ke fillu me... Ka pas përkraje edhe nuk ka pas përkraje. Ka pas për atyre që ka pas paragjykime, ndoshta nuk është për ty, mos e bëj, merru me diçka tjetër. Unë mendoj që në momentin që dikush të thotë se më varet edhe, se pak a shumë edhe ti nëse fillon me ushtru një profesion ose një pasion të andin, edhe shet që ti në fakt e don atë profesion ose pasion, edhe din që ki talent, momentin që dikush të nkohen të thotë hajtë se ndro se nuk o për ty, hajtë se ti e femër, anë i knej, unë mendoj që ka vetëm për shkak që të gjelozon, edhe nuk ka qef me të po ma lartë se vetën. Base nuk është një mendim tjetër ose një sugjerim ndajti që ndoshta dikush ma herët i ka pa vështirësitë e punës, ndoshta nuk e ka pas fillimin e lehtë ose rruga për të ka qenë shumë e vështirë, edhe ndoshta paralajmëron ashtu që me pas për krejt ato që atë presin. Ato paralajmërimet janë gjithmonë të mirë se ardhëna, po dyqysh njëri edhe e vren kur dikush të paralajmëron edhe kur dikush nuk ta don të mirën. Unë në fakt edhe kum pas eksperienca të mira, si me meshkuj, si me femra që ushtrojnë këtë profesion, po edhe eksperienca të Ka pas gjelozi mes juve grave DJ? Grave DJ jo, se me tregu drejten edhe këtu në Prishtinë, në Kosovë, në rajon edhe në Shqipëri, nuk ka tash pak ma shumë ja kam fillu, nuk ka pas edhe shumë, po ato kolege, shoqe që i kam, ato në fakt më kam përkra, e i kum përkra edhe one. Unë jam fakt shumë e lumtur që nuk kum pas problem me gratë tjera që ushtrojnë profesionin njëjtë, si unë, po me meshkujt pak ka pas probleme. Duar të them pak edhe të Ina nëse je akoma në linjë, duar të di nga ti, ke pas kështu raste ose gra aty rreth vetës tënde cilat ndoshta pak sa të kanë pengu, nëse mund të them kështu në krejt rrugtimin tënd. Me thonë të drejtën nuk më kam përkra, edhe nuk është që ka pëlqy fillimet e mia kur kam qenë para 13 vjetë, kem qenë diçka me një emision së bashku, e ka qenë një farë luge, normal se 26 vjeçare, edhe ato kanë qenë krejt në mosh. Do me thonë, nuk është që ka ndoshtë me najtë asë në emision së bashku. Nga gjelozia që kem fillu punën e njëjtë, që ishën ashtu nuk e di, po nuk kom pas përkraje prej grave, nështë prej shoqeve ose rrethit, familjes ngushtë po, ama prej rrethit pak më të lartë nuk është që i kishim prit ashtu shumë mirë, gjithashtu ka qenë punë pak me vështirësi, se normal pjesa e dasmave kryet mëngjes. Të pas parasysh që ma herët janë kryt dasmat në 4 mëngjesit në 5, po tash do me thonë kanë ndryshu një farë orari u bo ma mirë, edhe nuk është që të kam paragjyku njerë, se njerë është shumë letë me folë për dikon tjetër, ama për vetën e vetë zbukurojnë atë farë punën e vetë ose idejnë e punës të vetë që bojnë, ama jo, për kraj nuk kom pas, po me thonë drejtën kom qenë shumë kom gullse në dëshirën temë dhe në punën temë, për mu ka qenë primare klientat kanë qenë të kënaqur me punën teme dhe me mu, nuk ka pas as një xhelozi e kërkuj ose një paragjykim që ka mujt me mdalë mu diçka. Dhe nuk e kuptoj, nëse menon ti që dosh më nal, kush do të qof që na ndëgjon tani, nëse menon që dosh më nal, kush do të qof që del ty përpara dhe thotë që kjo punë e rënd, që s'është për ty, kishe mujt me bëni një punë më të lehtë, nuk do me thonë që dosh më nal, unë as që jam nal, për vetë dhe nuk do të nal në kur një, derisa unë ta shoh që është mjaftueshëm dhe unë vendosi për jetën time dhe për veten time kur do më nal. Jo njerëz të tjerë për rreth se nuk ka qenë kurkush për mua, as me mua, kur kam qenë vështirësi, as kur kam qenë mirë, as kur kam pas shumë suksese, përveç familjes ngushtë nuk ka qenë dikush tjetër.
Dhe as të thëmë të drejtë nuk është që më bëhet vonë për atë pjesë dhe i kisha thonë se cilës kur më zbëhet vonë, që ka thonë të tjerët me rëndësi është që ti me mri qëllimin ta, me mri ëndrat e tua, se gjithmonë rrezikon dikush diçka të madhe për me mri ëndrat e veta. E qartë. Mirë, Ina, unë dua të falenderoj shumë për krejt kohën edhe mendimet të tua që na jeta në këtë linjë direkte. Shumë faleminderit edhe juve, se më prej kjo temë emocionalisht. Faleminderit shumë. Preku emocionalisht edhe ndove një eksperiencë tënde në një emision, unë nuk të pyeta kështu më shumë në detaje, megjithatë suksesin tashmë veç se e ke të garantuar. Faleminderit shumë, faleminderit. Dua të vazhdoj bisedën në studio akoma me Erletën. Erlet, vendet kryesisht që përformon një në Tirana. Më thuaj si është klima atje? Është vërtet ashtu si që kemi pa në rrjetet sociale, në lajme gjithandej që është kriju një farë sulmi ndaj influencerve edhe vajzave qoftë të rrjeteve sociale? Tash klima për momentin normal është pak ma acaruse për shkak çka po ndodh kohëve të fundit në politik edhe në Shqipëri, edhe tash mu nuk më ka ra me shku ende atje as në protest, po shpresoj që do të shkoj së shpejti. Po e kum pa në fakt edhe në rrjetet sociale edhe në lajme, po si që folëm pak më herët. Po sa janë të hapura gratë me njëra tjetrën, sa janë përkrasë ndaj njëra tjetrës atje? Se dim që edhe kemi numër më të madhë, ndoshta... Po, nëse i përkasin gjeneratës të njëjtë, ose shoqërisë të njëjtë, që i kam fakt edhe në shoqëri, unë mendoj që janë përkrase, e përkrajnë njëna tjetrën. Po nëse i takojnë moshave tjera, ose klasave tjera, nuk kanë përkraje. Kanë ma shumë, keq me thonë, por urrejtje. Pra mund të ketë një përplasje gjeneratash ndoshta nga... Po. Po. Sidomos me vajzat, gratë që ushtrojnë profesionet si blogere ose influencere, edhe ato në fakt gjykohen, edhe pse ajo punë nuk është punë e keqe, është punë shumë e mirë nëse je personi aft me ushtruat punë, pse jo. Po sidomos kur i shohin gratë që ushtrojnë këtë profesion, me njëherë para gjykohen. Dhe mendoj që është shumë keq. Paraqykohen ndoshta për faktin që shumë nga ato zgjedhin të punojnë vetëm në rrjetet sociale, ndoshta pa e praktiku profesionin e tyre? Po, se tash edhe është pak mendoj edhe për gjeneratat e vjetra, se tash jena tu kena hy me një frym të re, edhe çdo gjë është të shku të ndryshu. Edhe sidomos gjeneratat e reja janë të pru këtë ndryshim, edhe kur e shohin që tash në këtë kohë ka shumë keme mundësit ndryshme se qysh me fitu të ardhëna, dhe më thonë nuk i për shembull nevojë ti me shku për zona në zyre, ose me punu në bank, ose me punu çfarë do lloj profesioni, po e din që ki talent edhe mund është me folë, ose mund është me bën ndonjë reklam. Të reprezentu një marketing të mirë, një produkt mirë, mund është me bën një marketing të mirë, ose me bën ndonjë reklam, ose për rroba, ose për make-up, çka do, pse jo. Edhe kur është që ki sukses edhe që thojmë po ta dënë, pse mos me do? Kam përshtypjen që influencerët paguhen më shumë se unë e te. Po edhe pse jo, kur munden edhe kur e kanë atë aftësi, edhe në fakt ato ju ndihmojnë brendeve të ndryshme me pas shitje. Me gjithat kjo është trendi i viteve të fundit, dhe kam përshtypjen që kështu do të vazhdoj. Me zhvillimin e digitalizimit në mbar botën, pa influencere nuk është mujt, unë mendoj që pa influencere është pak edhe problem në ditëve të sodit, jo vetëm Kosovë, Shqipëri, po në krejt botën edhe brendet me egzistu, se tash ka hyrë në trend, edhe... Erleta, një mesazh për fund edhe po e mbyllim për sot. Mesazhi për fund, pajtuna dhe çka thanë gratë deri tani, çka do që bën ti si grua, mos u dorëzo, vazhdo tutje me ëndrat e tua, edhe mos i dëgjo tjertë, edhe mos u demoralizo. Mos i dëgjo tjertë edhe mënyra se si ne zhvillojmë. Edhe ki kujdes si po shprehesh
ndaj grave tjera. Shumë e qartë kjo, edhe shumë e mirë ajo që the, pra është e rëndësishme që të punojmë me vetveten, të merremi pak më shumë me vetveten, ta përmbushim vetveten edhe pastaj po besoj që secila grua vazhdon të jetë e qetë në brendësinë e saj, me profesionin e saj, sa më e përmbushën që je, po besoj që je shumë më komod edhe qasje ndaj gruas se ke shumë më përkrahase. Kështu që me kaq ne po e mbyllim intervistën për ditën e sotme duke e falendëruar Erletën. Faleminderit shumë për ftesën. Erleta je shumë e këndshme. Edhe frizurën në veç se ta komplimentova, ta shumë e mirë. Faleminderit shumë edhe ti. Faleminderit që shto të smertova.